besani zotit qenin nuk e kësha qu, që ato ku shku u strehu Samir Shtaki. Ja publiku, kam ja qu videon në kullën e kujna, kullën e atë cilit a zëmbejt, u kon, u ik Samir Shtaki u strehu, në ditën që e ka pos qatë konferentim, ditën që, prapë e thamë, ditën që u vetë mbrojt. U vetë mbrojt. Aja, gjdo ekspert, unë jam vetë jurist, po gjdo ekspert juridik që e bani ekspertiz e lyp kush e ka nis. Kush e ka nis. Jo kush e ka ngrej komën. Po do të mi ditë pse ka ardhë deri të ngrejja komës. Edhe a ka pos provokim, a ka pos qka po lyp si e ardhë ato. Qka e lyp si e shku ato. Kure ke ditë jo kafe milicsh. Qa ke lyp? E kjo është një farloj vetë mbrojtje, nuk ka pas nevoj. As policia trajtohet në atë mënyrë. Policia jonë, së është policia shajt, pa morë parasysh më falë një Evropë prostitutës që në këqyrë në gjënjëzën çdo herë, nuk ka me policinë tonë, nuk ka me institucionet tona, nuk ka me popullin e Kosovës. Na jem Amerikan për Evropë, jo veç për Balkan, po edhe për Evropë, puno të regullisht edhe di që ka në Evropë. Por, këta mënohen një farë mënyre, me nej, po, ju pisheni vetë, organizata kriminele unë miku të cila është në Kosovë, edhe o leksit, a pishesi përprituen mi shu Kosovën. Pse? I kanë tana. Qa është të qeverit komunale apo nacionale, prituen mi shu, kërriken se është letë bretena me vijel se jem popull i mirë. është letë neve me na trahtu, se jem popull bujar. Edhe na hinë ta në shpedhe na vjelin, si Evropian, si kur na këta politikanë. Deklaratat e mija do t'janë drejt për drejta, edhe nuk po kam qore pa hi se i një bo marak pse mos më ka kërcenu dikush, jo për mos kini gale. Hetë mos kini gale, mos e mone atë kasavet hetë se valoj birë none si më thënë muska. Në rrugën e drejt o fjalla, se me ditë si i baj dikuj keq, në dy gujt i bi, edhe i kërkaj falje. Po, sënëm tjetër sënëm, kërkush. Këta e kanë venin burg, jo e dini si venin e kanë burg edhe nuk i pret kur gjofej, po nuk po du me i qunë burg. Po du që kryeministri t'nallet, t'menan mirë, e ka, është epoka atina. Aktualisht, është epoka e zotri Kurtit, nuk mos mena dikush si mera do t'ket rami, po mos mena dikush se do t'mpush të t'krejt. Zgjedhje do t'kema 5 pas 3 mujve. Se këta që shtu kanë qef me pësia, nuk du t'alon fajtur vetëm Samir Shtaki. Me hona e ka ditë si ato rinë, Sahan Elpirsat, Tallas Kucat, këta qetë e Samir Shtakit, se Allah nuk i dë Samir Shtaki, pasha zote bindoni, se që ata që i ka mas veti Samir Shtaki, nuk i dën mësa, ma shumë i dë dhe zagarë, si ishe dhe qenë, na për rrugë, se që ata si i ka mas veti. Po, ata, për me cili me elpi ashtin ma shumë, ata bëhen të rëzikshëm. E, sigur institucionet të Republikës Kosovës, do të një ekspertiz totale, do të një ekspertiz nga ekspert ligjor, del të bëhet një ekspertiz në restoran, qihet se kush rren ato, edhe pse, qka ka lypë si u shku zotri me haun ato, me deputet vendosjes, me shku me i provoku Samir Shtaki. Të me kundërshtarin. Kinë se qëre unë jam i famshëm, mos ka pesh ma shumë se sasën e qanë. Unë e qaj, po ju garantoj qytetarët të Republikës Kosovës se e qaj. A di pse e qaj? Pse unë jam gatshëm. Fizikisht jam shumë i pregaditun, dhe unë jam gatshëm. Edhe nuk thejna. Ose kry qato për qato, ose mas për 24 orë ja falis, merna më me gjykata, me më tha tash, me shku me i lodh edhe policinë tonë, edhe gjykatën tonë, edhe prokurorinë tonë, për interesat tonë personal, me shku me vijel ato. Pra për përsëris, Fadil Nura është shumë i rrezikshëm. Fadil Nura është gabelic. Fadil Nura duhet del publikisht edhe të kallëzën çka i ka dhonë me honës. Sa si më dollën e. Se unë dalë.
ja qes adresën, ja qes venin, ja qes shifrën, ja qes krejt. Fadil Nura do të me dolë me thonë, çka I ka thonë, se pastërti nuk ka. Mes degës dhe vendosjes, kryetari degës dhe vendosjes, edhe Fadil Nurës nuk ka pastërti. Unë e argumentoj edhe dale qes. Po s'kum dosht, ashtu si ma zgjedhëm kam ja qit Samil Shtokit, se jo ishtë 2 minutë, që të zgjedhës 2 minutë, asë një, dhe të ecin se unë du me ishtë. Po ma zgjedhëm kam ja qit Samil Shtokit të kush u shku u strehu, qatë ditë si ja ka bajagje, ka rej. Pretendohet, unë nuk e kom po, as kamerat e mija se kanë po pretendohet se e ka rej me hamen. Besani Zotit qenin nuk e kësha qu, që ato ku u shku u strehu Samil Shtoki. Pa I vetë më retrat tënë, po ti di kush është ai? E këqëre pse na ke këthyti këndër, krejt Drenica o këthy qëtash këndër Samil Shtoki. Krejt Drenica. Po me ndihme në Zotit, me një investim sinqert, me një afërsime me qytetarët, une do të marrë komunën e Skënderajt dhe bashkë me jurist, ekonomist, policin, prokurorin, do të bëhëm bashkë. Edhe do të mendojmë, une do të jam vetëm jashtë. Une do të cili vetëm investitor. Nën kryetari dhe asamblist do të mashtrojnë rrugën mu. Mrena ligji, nuk do të ashkelëm ligji nasiher, drejtërve komunës Skënderajt, salom do t'i baj. Jo milion ato. Po asë në komunë, do t'jam dalej edhe komunën drejtër të Skënderajt e komunës Skënderajt më mhi ato. Nuk goca drejtori Musari. Ti jep drejtër. Ti paguash nga qytetarët. Çdo qytetari do të me shërby njëjtë. Se paguash nga taksa pagus. Po jo drejtari individit. Jo Musari. Pro, edhe njerë, unë e kom thirë zoti me hanën, për para, kom thirë, hajde pjena e kafe, s'ki nevoj me pagu, nuk ka guxu marrë një kaltem. Zotri me hona për mos mja qartë të rezin me Fadil Nurën, me Gargoleshën, nuk ka guxu marrë një kaltem. Unë e kom pas një debat, po debat, to janë debate politike, nuk kom pas hatërmbetje. Nuk kam hatërmbetje. Por zotri me hona, do t'i ban të nderë vetit, shumë derë do t'i ban të vetit, mos më vanu shumë, se më vanu shumë, me dalë me thonë, Samil Shtokit, unë falë, se e mortë, këmë provoku, në kofën, kurente. Në atë venë, kurente. Në rast të shkojën e provokoj dikan, në qatë kofe, kurenaj, e më vret, holi kuf gjakja. Po në rast se vjenë më provokon pronë temë, ja ku jam unë, nuk e lëshaj. Nuk e lëshaj vëlloj, edhe në helikopter, me helikopter së në pështëkush. Po, edhe këto për i thamë. Shkoj shkinë s'kuft, si s'ma ka nonën nëse shkoj e provokojnë pronë tina. Apo kurenaj. E ti me shku mi morë deputet, nuk mujnë mi desh deputeteve të vendosjes Drenicën, ma shumë se Drenicak të vetë. Nuk mujnë njerëzit e pandershëm, njerëzit e pavlerë. Nuk mujnë mi desh Drenicën ma shumë se na vetë. Nina duhet vetëm një amnistit bëhet totale, sa hanë elpirë sa të largohen, e pronat këthejet. Jo tjetër, jo të arrestime, pronat këthejet mënyrë negociatash. Ja jep një ku, api këthem pronën, që ko ki atje të pazari, që ko ki këtu, krejt, dijet, se si të preksh arkivin e Skënderajt, ato ko veshkrim. Ku të preksh ko veshkrim. Këthejen pronat, amnistohen kriminal, ekonomik, qetësohet Skënderaj, lirohet shëndetësia, lirohet arsimi, lirohen policia, lirohen gjykatat, prokuroria, edhe qështu ecet për para. Nuk guxon institucioni me raportu banditit. Cili do qoftaj?